Në dhjetorin e vitit 21, kur oficerët italian hynë në zyrën e kryeministrit të Shqipërisë për të marrë firmën e fundit mbi një dekret që do të dërgonte qindra burra në burgje, ata gjetën diçka që nuk duhej të ekzistonte. Në sirtarin e poshtëm të tavolinës, në ndosjet zyrtare me vulën e shqiponjës fashiste, ishte një dokument i verdhur nga koha, me njolla boje dhe gjurmë gishtash nga viti 11. Ishte një kopje e aktit të pavarësisë së Shqipërisë, firmosur në Vlorë më 28 nëntor 11/2. Dhe në fund të listës së firmave, me shkronja të qarta, lexoi emri, Mustafa Asim Kruja. I njëjti emër që tani shkruante dekretet e pushtimit. Oficerët italian e mbyllën sirtarin pa folur. Ata e dinin se njeriu që udhëhiqte Shqipërinë nën flamurin e Mussolinit ishte po ai që e kishte shpallur të lirë atë vend 30 vjet më parë. Por çfarë nuk e dinin ishte kjo, si arriti që një firmtar i lirisë të bëhej kryeministër i robërimit. Dhe më e rëndësishmja, a e dinte vetë ai se çfarë kishte bërë, apo besonte ende se po e shpëtonte Shqipërinë? Në mëngjesin e 28 nëntorit 11/2, një djalosh 25 vjeçar nga Kruja zbriti nga kali në sheshin e Vlorës me një çantë lëkure në dorë. Brenda saj kishte vetëm 2 gjëra, një kopje të Kuranit që i kishte dhënë nëna dhe një letër rekomandimi nga pleqtë e qytetit që e autorizonin të fliste në emër të Krujës në kuvendin kombëtar. Mustafa Kruja nuk ishte as më i pasuri, as më i vjetri, as më i famshmi nga delegatët që mblidheshin atë ditë. Por ai kishte diçka që shumë të tjerë nuk e kishin, ai fliste 6 gjuhë, kishte studiuar në shkollat osmane më të mira dhe besonte me një pasion që i dridhte duart se Shqipëria duhej të ishte e lirë ose të mos ishte fare. Kur Ismail Qemali lexoi tekstin e deklaratës, Mustafa qëndroi në rreshtin e dytë, mes njerëzve që erdhen nga të gjitha krahinat e Shqipërisë. Ata ishin feudal, klerik, tregtar, intelektual dhe të gjithë kishin një gjë të përbashkët, asnjë nuk e dinte se çfarë do të ndodhte nesër. Perandoria osmane po shkatërrohej. Serbët, grekët, malazezët po coptonin tokat shqiptare. Dhe këta burra, në atë dhomë të vogël në Vlorë, po bënin një gjestë që duke i çmendur, po shpallnin një shtet që nuk kishte ushtri, nuk kishte thesar, nuk kishte as kufi të qarë. Kur erdhi radha e tij të firmos, Mustafa Kruja e mori penën me dorën e djathtë dhe për një moment ai e pa veten në pasqyrën e vogël që varrej në mur. Ai ishte ende i ri. Ai ende besonte se bota mund të ndryshojë me një firmë. Dhe kur ai e vendosi atë firmë në fund të dokumentit, ai nuk e dinte se po fillonte një rrugë që do ta çonte deri në zyrën e Mussolinit, deri në bashkëpunimin me fashizmin, deri në akuzat për tradhti që do ta ndiqnin edhe pas vdekjes. Por në atë moment, ai ishte thjesht një djalë nga Kruja që besonte se po bënte gjën e duhur. Pyetja që duhet të bëjmë nuk është pse ai firmosi në 11/2. Pyetja është, çfarë ndodhi në 30 vitet që pasuan, që e kthyen atë firmtar të lirisë në një kryeministër të pushtimit? Dhe a është e mundur që të dyja gjërat të jenë të vërteta njëkohësisht, se ai e donte Shqipërinë dhe se ai e tradhtoi atë? Nëse do të pyesnit një shqiptar mbi 65 vjeç sot se kush ishte Mustafa Kruja, shumica do t'ju përgjigjeshin me një fjalë, tradhtar. Kjo është ajo që u mësuan në shkollë gjatë diktaturës komuniste. Librat e historisë e përshkruanin si një kuisling, një njeri që u shit fashizmit përpara dhe pushtet, një armik të popullit që meritonte të harrohej. Por historia e vërtet është kaq e ndërlikuar sa që edhe sot, 70 vjet pas vdekjes së tij, historianët nuk bien dakord nëse ai ishte një hero tragjik apo një oportunist i ftohtë. Dhe kjo mosmarrëveshje fillon me një njeri tjetër, një njeri që Mustafa Kruja e urrente më shumë se çdo gjë tjetër në botë, Ahmet Zogun. Në vitet 20, Shqipëria ishte një vend kaotik. Qeveria ndryshonte çdo disa muaj. Feudalët luftonin me njëri tjetrin. Fqinjet coptonin kufit. Dhe në mes të këtij kaosi, dy burra luftonin për pushtet, Fan Noli, një prift i arsimuar që ëndërronte për një Shqipëri demokratike, dhe Ahmet Zogu, një ushtarak i ashpër që besonte se Shqipëria kishte nevojë për një dorë të fortë. Mustafa Kruja zgjodhi anën e Nolit. Ai besonte në reformat, në arsimin, në një Shqipëri moderne. Por në dhjetor të 24, Zogu u kthye me një ushtri mercenarësh nga Jugoslavia dhe e rrëzoi qeverinë e Nolit me forcë. Noli iku në Amerikë. Dhe Mustafa Kruja, së bashku me qindra mbështetës të tjerë, u shpall armik i shtetit. Zogu nuk ishte njeri që falte. Ai e dinte se Mustafa ishte një nga intelektualët më të zgjuar të vendit dhe pikërisht për këtë e konsideronte të rrezikshëm. Në 25, një gjykatë ushtarake e dënoi Mustafa Krujen me vdekje në mungesë.
Vendimi ishte i qartë, nëse ai do të kthehej ndonjëherë në Shqipëri, do të pushkatohej brenda 24 orëve. Dhe kështu filloi egzili. Mustafa Kruja iku fillimisht në Jugosllavi, pastaj në Austri, pastaj në Zvicër dhe më në fund në Itali. Ai jetoi në dhoma të vogla hotelesh, duke u mbajtur me mësime private në gjuhë dhe me artikuj që shkruante për gazeta të vogla. Ai ishte një refugjat politik pa para, pa shtet, pa të ardhme. Dhe çdo natë, kur mbyllte syt, ai e shihte të njëjtën gjë, Ahmet Zogun, ulur në fronin e tij në Tiranë, duke qeshur. Kjo urrejtje e konsumoi. Ajo u bë obsesioni i tij i vetëm. Dhe kur në fund të viteve 30, shërbimet sekrete italiane i afroheshin atij me një propozim, ai nuk hezitoi. Ata i thanë, ne do ta rrëzojmë Zogun. Ne do ta çlirojmë Shqipërinë nga ai Tiranë. Dhe ti do të kesh një vend në qeverinë e re. Mustafa Kruja e dinte se Italia nuk po e bënte këtë nga dashuria për Shqipërinë. Ai e dinte se Mussolini donte të pushtonte Shqipërinë për të kontrolluar Adriatikun. Por ai mendoi diçka që shumë njerëz në pozitën e tij kanë menduar përgjatë historisë, armiku i armikut tim është miku im. Nëse Italia do ta rrëzonte Zogun, atëherë Italia ishte aleati i tij. Dhe nëse çmimi për këtë ishte bashkëpunimi me fashizmin, atëherë ai ishte gati ta paguante atë çmim. Në prill të 29, kur trupat italiane zbarkuan në Durrës dhe Zogu iku me familjen e tij duke marrë arin e shtetit, Mustafa Kruja ishte në Rom, duke pritur. Ai nuk ishte në anijet e pushtimit. Ai nuk ishte në tanket që hynë në Tiranë. Por ai ishte në listat e atyre që do të ktheheshin. Dhe kur ai u kthye në Shqipëri pas 15 vitesh egzil, ai nuk u kthye si një hero. Ai u kthye si një njeri që kishte bërë një pakt me djallin. Por a e dinte ai këtë? Apo ai ende besonte se po shpëtonte Shqipërinë? Në 4 dhjetor 21, kur Mustafa Merlika Kruja u betua si kryeministër i Shqipërisë në një ceremoni në Tiranë, në dhomë varri një portret i madh i Benito Mussolini. Flamuri italian valvitej për krah flamurit shqiptar. Oficerët italian rinin në rreshtin e parë. Dhe Mustafa, tani 54 vjeç, me flokë të thinjur dhe sy të lodhur, e lexoi betimin me një zë që mezi dëgjoi. Disa nga ata që ishin në dhomë e kujtonin atë si djaloshin që kishte firmosur pavarësinë. Tani ai ishte kryeministri i një vendi që nuk ishte më i pavarur. Si arriti këtu? Pas pushtimit të prillit 29, Italia e ktheu Shqipërinë në një protektorat. Mbreti Viktor Emanueli III u shpall mbret i Shqipërisë. Qeveria ishte një kukull. Por italianët kishin një problem, ata kishin nevojë për shqiptarë që të qeverisnin, sepse nëse do të qeverisnin vetëm me general italian, populli do të rebelojë. Dhe kështu ata filluan të kërkonin për bashkëpunëtor. Disa e bën këtë për para. Disa e bën për pushtet. Por Mustafa Kruja e bëri për një arsye tjetër, ai besonte se mund ta përdorte Italinë për të realizuar një ëndër që e kishte pasur që kur ishte 25 vjeç. Ëndrrën e Shqipërisë së Madhe. Në 20, kur kufit e Shqipërisë u vendosën nga fuqitë e mëdha, shumë territore me popullsi shqiptare mbetën jashtë. Kosova i u dha Jugosllavisë. Çamëria mbeti në Greqi. Pjesë të Maqedonisë Perëndimore dhe Malit të Zi u coptuan. Për nacionalistët shqiptar, kjo ishte një tragjedi. Dhe Mustafa Kruja ishte një nga nacionalistët më të zjarr. Ai besonte se Shqipëria nuk mund të mbijetonte si një shtet i vogël i rrethuar nga armiq. Ajo duhej të ishte e madhe, ose do të zhdukte. Dhe kur italianët i premtuan se nëse ai do të bëhej kryeministër, ata do t'i bashkonin Kosovën me Shqipërinë, ai pranoi. Në qershor 2022, pak muaj pasi u bë kryeministër, Mustafa Kruja udhëtoi në Kosovë për herë të parë në jetën e tij. Ai shkoi në Prishtinë, në Prizren, në Pej. Dhe kudo ku shkonte, ai pritej si një çlirimtar. Shqiptarët e Kosovës që kishin jetuar në shtypjen serbe për 30 vjet, e shihnin atë si njeriun që i kishte çliruar. Shkollat shqipe po hapeshin për herë të parë. Mësuesit po vinin nga Shqipëria. Gjua shqipe po bëhej gjuhë zyrtare. Dhe Mustafa Kruja, duke qëndruar para një turme prej 10 mijëra njerëzve në Prizren, qau. Ai tha, unë nuk jam kryeministër i fashizmit. Unë jam shërbëtor i Shqipërisë së Madhe. Dhe turma e besoi. Por çfarë ai nuk u tha atyre ishte kjo, se çmimi për këtë bashkim ishte që Shqipëria të bëhej një koloni italiane. Se ushtria shqiptare ishte shkrirë.
Se ekonomia ishte në duart e Romës. Se çdo vendim që ai merrte duhej të miratohej nga një oficer italian. Ai nuk u tha se po bënte një pakt me djallin. Apo ndoshta ai vetë nuk e besonte këtë. Ndoshta ai mendonte se po luante një lojë të zgjuar, se po përdorte italianët për qëllimet e tij dhe se një ditë, kur lufta të mbaronte, Shqipëria do të mbetej e madhe dhe e lirë. Por historia nuk funksionon kështu. Dhe çmimi që ai pagoi për këtë ëndër ishte emri i tij. Sot, kur historianët flasin për Mustafa Krujën, ata përdorin termin kolaboracionist patriot. Një njeri që bashkëpunoi me pushtuesit, por që besonte se po vepronte për të mirën e kombit. Por a është kjo një shfaqsim? A mund të thuash se je patriot kur firmos dekretet e një qeverie fashiste? Kur ushtria jote lufton krah për krah me ST gjermane? Kur populli yt vuan nën pushtimin që ti po legjitimosh me praninë tënde? Këto janë pyetjet që Mustafa Kruja i bëri vetes çdo natë deri në ditën që vdiq. Dhe këto janë pyetjet që ne duhet t'i bëjmë edhe sot. Sepse historia e tij nuk është vetëm historia e një njeriu. Është historia e çdo njeriu që ka qenë i detyruar të zgjedhë midis së keqes dhe së keqes më të vogël. Dhe ndonjëherë zgjedhja e së keqes më të vogël të shndërron në bashkëpunëtor të së keqes më të madhe. Në arkivat e Yad Vashem në Jerusalem ekziston një dosje e vogël me kodin YV Alb 1942K. Brenda saj janë fotokopje të pasaportave shqiptare të lëshuara në vitin 2042 për familje hebreje nga Kosova dhe Maqedonia. Emrat janë të shkruar me shkronja latine. Vullat janë origjinale. Dhe në fund të çdo pasaporte me shkrim dore lexohet një shënim i shkurtër: transferim humanitar, urdhër i kryeministrit. Kush ishte ai kryeministër? Mustafa Melika Kruja. I njëjti njeri që qeveriste Shqipërinë nën flamurin fashist. I njëjti njeri që në teori duhej të zbatonte ligjet racore të Mussolinit. Por në vend që t'i dërgonte hebrejnë në kampe vdekjeje, ai i shpëtoi. Pse? Kjo pyetje ka mundur historianët për 70 vjet. Sepse përgjigja nuk gjendet në asnjë dokument zyrtar. Ajo gjendet në diçka që ndodhi një natë të ftohtë të janarit 2042, kur një grua hebreje trokiti në derën e shtëpisë së tij private në Tiranë. Ajo quhej Rifka Levi. Kishte ardhur nga Prishtina me 3 fëmijë të vegjël, duke udhëtuar natën, duke fshehur identitetin. Burri i saj ishte arrestuar nga milicia fashiste një javë më parë. Ajo nuk kishte asgjë tjetër veç një letre rekomandimi nga një mësues shqiptar që i thoshte: "Kjo grua ka nevojë për mbrojtje. Vetëm ju mund ta jepni." Kur Mustafa Kruja e pa atë grua me fëmijët që dridheshin nga i ftohti, ai nuk tha asgjë për 5 minuta të plota. Ai vetëm qëndroi ulur në karrigen e tij, duke parë zjarrin në oxhak. Pastaj ai thiri sekretarin e tij dhe i tha: "Përgatit një listë të gjithë hebrejve që janë në territoret e bashkuara. Të gjithë. Dhe lësho pasaporta shqiptare për ta. Urdhër i drejt për drejt nga zyra ime." Sekretari e pyeti: "Por zotëri, italianët do të?" Mustafa e ndërpreu: "Italianët nuk do të dinë asgjë. Dhe nëse dikush pyet, thuaj se janë shtetasit tanë dhe ne i mbrojmë shtetasit tanë." Kjo ishte një gënjeshtër. Por ishte një gënjeshtër që shpëtoi jetën e më shumë se 500 njerëzve. Kur oficerët gjerman të SV erdhën në Kosovë në vjeshtën e 2042 për të filluar deportimet, ata gjetën se shumica e hebrejve tashmë kishin pasaporta shqiptare dhe ishin transferuar në Shqipërinë e brendshme. Gjermanët protestuan. Ata i dërguan letra Romës. Por Mustafa Kruja nuk tërhoqi urdhrin. Ai tha se ata ishin qytetarë shqiptar dhe se Shqipëria nuk do t'i dorëzonte qytetarët e saj. Kjo ishte një nga rrallë herët në historinë e luftës së dytë botërore ku një qeveri kolaboracioniste refuzoi haptazi të bashkëpunojë me Holokaustin. Por pse e bëri këtë? A ishte kjo një vepër humanitare? Apo ishte diçka tjetër? Disa historianë thonë se ai e bëri sepse donte të tregonte se Shqipëria nuk ishte thjesht një kukull e Italisë. Të tjerët thonë se ai e bëri sepse e dinte se hebrejt nuk ishin armiqtë e vërtetë të Shqipërisë dhe se ai nuk donte të ketë gjak të pafajshëm në duart e tij. Por ka edhe një teori tjetër, më e errët dhe më njerëzore, se ai e bëri sepse në atë grua me 3 fëmijë, ai pa veten. Ai pa një refugjat që kërkonte mbrojtje nga një pushtet që e urrente. Dhe për një moment, ai nuk ishte kryeministri i fashizmit.
Ai ishte thjesht Mustafa Kruja, djali nga Kruja, që dikur kishte besuar se bota mund të ndryshojë me një firmë. Por kjo vepër e mirë nuk e shpëtoi atë nga historia. Sepse në të njëjtën kohë që ai po shpëtonte hebrejt, ai po firmonte dekretet që dërgonin partizanët shqiptar në burgje. Ai po lejonte milicit fashiste të digjinin fshatrat që mbështesnin rezistencën. Ai po qëndronte në heshtje kur italianët pushkatonin pengje. Si mund të jetë i njëjti njeri që shpëton 500 hebrejnë dhe që lejon vrasjen e qindra shqiptarëve? Kjo është pyetja që e ka ndjekur emrin e tij për 70 vjet. Dhe përgjigja është kjo, sepse ai nuk ishte as hero, as demon. Ai ishte një njeri që po përpiqej të mbijetonte në një botë ku çdo zgjedhje ishte e gabuar. Nëse do të hyje sot në shtëpinë ku Mustafa Kruja jetoi në Tiranë gjatë viteve 2041 deri 2043, do të gjejë një ndërtesë të braktisur me dritare të thyra dhe mure plot me grafite. Regjimi komunist e shndërroi në një depo ushtarake pas luftës. Pastaj u bë një shkollë. Pastaj u braktis. Por nëse do të ngjiteshe në katin e dytë dhe do të hyje në dhomën që dikur ishte zyra e tij private, do të shije ende gjurmët e një jete që u jetua në errësirë. Ka një tavolinë të vjetër druri, e grisur nga koha. Ka një raft librash bosh, ku dikur ruheshin vëllimet e tij në frëngjisht, italisht, turqisht. Dhe në murin e pasëm, ka një vrim të vogël, pothuajse të padukshme, ku dikur varej një pasqyrë. Ajo pasqyrë nuk ekziston më. Por njerëzit që punonin në atë shtëpi kujtojnë se Mustafa Kruja kalonte orë të tëra duke u shikuar në të. Ai nuk fliste. Ai vetëm qëndronte atje duke parë veten, si të pyeste, kush jam unë? Kjo pyetje e konsumoi. Sepse çdo ditë ai duhej të luante dy role që ishin në kundërshtim të plot me njëri tjetrin. Në publik, ai ishte kryeministri lojal i mbretërisë së Shqipërisë nën kurorën italiane. Ai mbante fjalime për bashkimin e Shqipërisë së Madhe. Ai priste delegacione italiane me buzëqeshje. Ai firmonte dekretet që i sillnin. Por në privat, ai ishte një njeri i thyrë. Sekretari i tij personal, një njeri me emrin Recep Mitrovica, ka lënë dëshmi të rralla për ato ditë. Ai thotë se Mustafa shpesh nuk flinte natën. Ai ecte nëpër dhomë, duke pirë raki, duke lexuar letra të vjetra nga koha e egzilit. Dhe ndonjëherë, në mes të natës, ai thërriste Recepin dhe i thoshte, a mendon se kam bërë gabim? A mendon se kam shitur shpirtin për asgjë? Recepi nuk dinte çfarë të përgjigjej. Sepse si mund t'i thuash një njeriu që po vuan se po, ti ke bërë gabim, kur ai tashmë e di këtë më mirë se kushdo tjetër? Në shkurt të 2043, tensionet mes Mustafa Krujës dhe komandës italiane arritën në kulm. Generalet italian kërkonin masa më të ashpra kundër rezistencës komuniste që po rritej në male. Ata donin të digjinin më shumë fshatra. Ata donin të pushkatonin më shumë pengje. Ata donin që Mustafa të firmos një dekret që do të lejonte ekzekutimet masive pa gjyq. Dhe Mustafa refuzoi. Kjo ishte hera e parë që ai tha jo haptazi. Generalët u zemëruan. Ata i thanë se ai nuk ishte në pozitë të refuzonte. Ai ishte një shërbëtor i Italisë, jo një lider i pavarur. Dhe Mustafa, për herë të parë në 2 vjet, ngriti zërin. Ai tha, unë jam shqiptar. Unë nuk do të kem gjakun e popullit tim në duar. Generalët dolën nga zyra duke përplasur derën. Dhe Mustafa e dinte se kishte firmosur fundin e tij politik. Në 19 janar 2043, Mustafa Merlika Kruja dha dorëheqjen si kryeministër i Shqipërisë. Arsyeja zyrtare ishte shëndet i dobët. Por të gjithë e dinin të vërtetën, ai ishte larguar sepse nuk ishte më i dobishëm për italianët. Ai kishte refuzuar të bëhej një ekzekutues. Dhe për këtë, ai humbi pushtetin. Por ai shpëtoi këjonderin e tij? Jo. Sepse dëmi tashmë ishte bërë. Ai tashmë kishte qenë kryeministri i fashizmit për 14 muaj. Ai tashmë kishte firmosur dekretet. Ai tashmë kishte qëndruar në heshtje kur të tjerët vrisnin. Dhe kur ai u largua nga zyra, ai nuk u largua si një hero që kishte rezistuar. Ai u largua si një njeri i dështuar që kishte humbur të dyja anët. Ai kishte humbur besimin e italianëve, dhe ai kur nuk e kishte pasur besimin e popullit të tij. Pas dorëheqjes, Mustafa u tërhoq në shtëpinë e tij në Tiranë. Ai nuk doli më në publik. Ai nuk dha më intervista. Ai vetëm priste.
Ai priste të shihte se çfarë do të ndodhte me Shqipërinë. Dhe ajo që ndodhi ishte kjo: Italia kapitulloi në shtator 2043. Gjermanët pushtuan Shqipërinë. Komunistët filluan të merrnin kontrollin e maleve. Dhe Mustafa Kruja, njeriu që dikur kishte ëndërruar për një Shqipëri të madhe, tani ishte thjesht një i moshuar i friksuar që priste të arrestohej. A e kuptoni tani tragjizmin e kësaj historie? Ai sakrifikoi gjithçka për një ëndër. Dhe në fund, ai nuk arriti as ëndrrën, as nderin. Ai humbi të dyja. Në nëntor të 2044, kur partizanët komunistë hynë në Tiranë dhe filluan të arrestonin kolaboracionistët, Mustafa Merlika Kruja nuk ishte më atje. Ai kishte ikur disa javë më parë, duke udhëtuar natën, duke fshehur identitetin, duke kaluar kufit ilegalisht. Ai shkoi fillimisht në Itali, pastaj në Zvicër, pastaj në Amerikë. Ai u bë përsëri refugjat. Por kësaj here, ai nuk ishte një djalë 25 vjeçar plot shpresë. Ai ishte një plak 57 vjeçar i thyer, i sëmur, i vetmuar. Dhe ai e dinte se nuk do të kthehej kurrë më në Shqipëri. Sepse në Shqipëri, ai ishte shpallur armik i popullit. Prona e tij ishte konfiskuar. Familja e tij ishte internuar. Dhe emri i tij ishte fshirë nga çdo libër historie. Por historia më e dhimbshme nuk është ajo që i ndodhi atij. Është ajo që i ndodhi atyre që mbetën pas. Vajza e tij, Sabiha, u dërgua në një kamp internimi në Myzeqe. Ajo jetoi atje për 20 vjet duke punuar në fusha, duke jetuar në një barak pa ngrohje, duke u trajtuar si një kafsh. Nipi i tij, Eugen Merlika, lindi në atë kamp. Ai nuk pa kurrë një shkollë deri në moshën 10 vjeç. Ai u rrit duke dëgjuar fëmijët e tjerë që e quanin bir tradhtari. Dhe kur ai u bë i rritur dhe pyeti nënën e tij se çfarë kishte bërë gjyshi i tij që meritonte këtë ndëshkim, ajo nuk dinte çfarë të përgjigjej. Sepse si mund t'i shpjegosh një fëmijë se gjyshi i tij ishte njëkohësisht një firmtar i lirisë dhe një kryeministër i pushtimit? Se ai kishte shpëtuar 500 hebrejnë dhe kishte lejuar vrasjen e qindra shqiptarëve? Se ai kishte dashur Shqipërinë aq shumë sa kishte bërë një pakt me djallin për ta shpëtuar atë, dhe se ai pakt e kishte shkatëruar atë? Në 27 dhjetor 1958, Mustafa Merlika Kruja vdiq në një spital në Niagara Falls, New York. Ai ishte 71 vjeç. Ai ishte i verbër nga kataraktet që nuk kishte para t'i operonte. Ai jetonte në një apartament të vogël me qira, duke u mbajtur me ndihmat e komunitetit shqiptar në Mërgim. Ai nuk kishte asgjë. Ai kishte humbur gjithçka: vendin, familjen, emrin, nderin. Dhe në ditët e fundit të jetës, ai i shkruante letra djalit të tij që jetonin ende në Shqipëri, megjithse e dinte se ato letra nuk do të arrinin kurrë. Në një nga ato letra, ai shkroi këto fjalë: historia do të më gjykojë ashpër, por unë zgjodha të bëhem i ndyr vetë, që Shqipëria të bëhej e madhe. Unë nuk kërkoj falje. Unë vetëm shpresoj se një ditë, dikush do të kuptoj se unë nuk e tradhtova Shqipërinë. Unë e desha atë më shumë se jetën time. Dhe kjo dashuri më shkatëroi. A ishte kjo e vërtet? A e deshi ai vërtet Shqipërinë? Apo kjo ishte vetëm një justifikim që ai i tha vetes për të jetuar me atë që kishte bërë? Ne nuk do ta dim kurrë. Sepse Mustafa Kruja vdiq pa dhënë kurrë një intervistë të plotë. Ai vdiq pa shkruar kujtimet e tij. Ai vdiq në heshtje, duke mbajtur sekretet e tij deri në varr. Dhe kjo heshtje është ndoshta dëshmia më e fortë se sa shumë ai vuante. Sepse njerëzit që janë të sigurt për zgjedhjet e tyre flasin. Vetëm ata që dyshojnë heshtën. Sot, 70 vjet pas vdekjes së tij, emri i Mustafa Merlika Krujës është ende një tabu në Shqipëri. Disa i quajnë tradhtar. Disa i quajnë hero tragjik. Disa thonë se ai ishte një oportunist. Disa thonë se ai ishte një idealist i verbuar. Por askush nuk mund të mohoj këtë, se ai ishte një njeri që bëri zgjedhje të tmerrshme në një kohë të tmerrshme. Dhe se ato zgjedhje e shkatëruan atë dhe gjithçka që ai donte. Kjo është çmimi i pushtetit. Kjo është çmimi i kompromisit. Kjo është çmimi i besimit se ti mund ta përdorësh të keqen për të bërë të mirën. Sepse në fund, e keqja nuk përdoret. Ajo të përdor ty dhe kur ti e kupton këtë, tashmë është shumë vonë. A mund të kishte vepruar ndryshe? A mund të kishte refuzuar të bëhej kryeministër? A mund të kishte zgjedhur të qëndronte në ekzil dhe të mos bashkëpunonte me fashizmin? Po.
Ai mund ta kishte bërë këtë. Por atëherë Kosova nuk do të ishte bashkuar me Shqipërinë. Shkollat shqipe nuk do të ishin hapur. 500 hebrejnë nuk do të ishin shpëtuar. Dhe ndoshta, thjesht ndoshta, gjërat do të kishin qenë edhe më keq. Kjo është pyetja që ne duhet ta bëjmë, a është më mirë të bësh një të keqe të vogël për të parandaluar një të keqe më të madhe? Apo çdo kompromis me të keqen të shndërron në bashkëpunëtor të saj? Mustafa Kruja besonte në të parën. Historia e gjykoi për të dytën. Dhe ne, sot, ende nuk dim se cila është e vërteta. Në arkivat e Ministrisë së Brendshme të Shqipërisë, në një bodrum të mbyllur për publikun në Tiranë, ekziston një dosje me kodin MBK 1943 sekret. Brenda saj janë 36 faqe që mungojnë. Jo të humbura. Jo të djegura aksidentalisht. Por të hequra me qëllim, me prerje të sakta, duke lënë vetëm gjurmët e spirales së lidhëses. Këto faqe ishin raportet mjekësore të Mustafa Merlika Krujës nga janari deri në mars 2023, muajt e fundit të qeverisjes së tij. Kush i hoqi? Kur? Dhe më e rëndësishmja, çfarë shkruaj në to që ishte aq e rrezikshme sa duhej të fshihej edhe 50 vjet pas vdekjes së tij? Mjeku personal që i shkroi ato raporte, Dr. Petro Marko, vdiq në 11:56 pa folur kurrë. Por infermierja e tij, një grua me emrin Viktoria Dede, jetoi deri në 11:95. Dhe në vitin 11:94, pak para se të vdiste, ajo i rrëfeu një gazetari diçka që e kishte mbajtur sekret për 50 vjet, ai po vdiste. Jo nga plaga e armikut, por nga vetë trupi i tij që po e tradhtonte. Dhe ai e dinte këtë. Çdo mëngjes, kur doktori i matej presionin, ai pyeste, sa kohë më mbetet? Dhe doktori nuk përgjigjej. Sepse si mund t'i thuash një njeriu që po mban peshën e një kombi mbi supe se zemra e tij po ndalon? Kjo është e vërteta që askush nuk e di. Mustafa Merlika Kruja nuk dha dorëheqjen vetëm sepse italianët e presionuan. Ai dha dorëheqjen sepse trupi i tij nuk mund të vazhdonte më. Në dhjetor 2022, ai pësoi një atak të lehtë zemre. Askush nuk e mori vesh. Ai e fshehu. Ai vazhdoi të shkonte në zyrë, të mbante fjalime, të firmos dekretet. Por çdo natë, kur mbyllte derën e dhomës së tij, ai rrëzohej në shtrat me dhimbje në gjoks që e bënin të mos merrte frym. Viktoria Dede thotë se ajo e gjeti një herë të shtrirë në dy sheme, të fikët me buzët vjollës. Kur ai u zgjua, fjala e parë që tha ishte, askush nuk duhet ta di. Sepse nëse italianët do ta dinin se ai ishte i sëmur, ata do ta zëvendësonin menjëherë. Dhe ai nuk donte të zëvendësohej. Jo ende. Jo derisa të përfundonte atë që kishte filluar. Por çfarë kishte filluar? Çfarë ishte aq e rëndësishme sa ai ishte gati të vdiste për të? Përgjigja gjendet në një dokument tjetër, një dokument që nuk mungon, por që është fshehur në një vend ku askush nuk do ta kërkonte, në arkivat e Vatikanit. Në shkurt 2043, Mustafa Kruja i dërgoi një letër personale Papës Piu të 12. Letra nuk ishte zyrtare. Ajo nuk kaloi nëpër kanalet diplomatike. Ajo u dërgua me një kurrier privat, një prift shqiptar që udhëtoi fshehurazi në Rom. Dhe në atë letër, Mustafa shkroi diçka që e tregon se sa thellë kishte rënë në dëshpërim. Ati i shenjtë, unë jam një njeri i humbur. Unë kam bërë zgjedhje që më kanë shkatëruar shpirtin. Por unë ju lutem, mos lejoni që populli im të paguajë për gabimet e mia kur kjo luftë të mbarojë. Shqipëria do të jetë në duart e komunistëve ose në duart e serbëve. Të dyja janë fundi i saj. Unë ju lutem, përdorni ndikimin tuaj që Perëndimi të mos e braktisë Shqipërinë. Papa nuk ju përgjigj kurrë. Letra u arkivua. Dhe Mustafa Kruja kuptoi se ishte vetëm. Kjo vetmi e konsumoi më shumë se çdo gjë tjetër. Sepse ai kishte menduar se po luante një lojë të zgjuar. Ai kishte menduar se po përdorte italianët për qëllimet e tij. Por tani, në muajt e fundit të pushtetit të tij, ai e kuptoi të vërtetën, nuk ishin italianët që po e përdornin atë. Ishte historia që po e përdorte atë si një mjet për të arritur në një vend ku ai nuk donte të shkonte. Dhe kur ai e kuptoi këtë, tashmë ishte shumë vonë për t'u kthyer. Nëse do të shikoje fotografitë e Mustafa Merlika Krujës nga viti 11-12 dhe do t'i krahasoje me fotografitë nga viti 20-22, do të shikoje dy njerëz të ndryshëm.
Në 11:12, ai ishte një djalë 25 vjeçar me sy plot zjarr, me flokë të zinj, me një buzëqeshje që tregonte besim. Në 20:42, ai ishte një plak 55 vjeçar me flokë plotësisht të bardhë, me sy të thelluar nga pagjumësia, me një shprehje që nuk ishte as zemërim, as trishtim, por diçka më e keqe, dorëzim. 30 vjet në pushtet, 30 vjet në ekzil, 30 vjet në luftë me armiqt e tij, e kishin plakur me shpejtësinë e një sëmundjeje. Dhe njerëzit që e shihnin çdo ditë thonë se ndryshimi më i madh nuk ishte fizik. Ishte në mënyrën se si ai ecte. Recep Mitrovica, sekretari i tij, ka lënë një dëshmi të rrallë për këtë. Në fillim, kur ai hynte në një dhomë, të gjithë ngrihen në këmbë. Jo sepse ai ishte kryeministër, por sepse ai kishte një prezencë që të detyronte të respektoje. Por në muajt e fundit, kur ai hynte, njerëzit ngrihen në këmbë nga detyra, jo nga respekti. Dhe ai e dinte këtë. Ai e shihte në sytë e tyre. Ai e shihte se ata nuk e shihnin më si një lider. Ata e shihnin si një njeri që po priste të rrëzohej. Kjo pritje e bëri paranoja. Ai filloi të dyshonte për të gjithë. Ai filloi të besonte se zyra e tij ishte përgjuar. Ai filloi të shkruante shënime të rëndësishme me dorë dhe t'i diqte menjëherë pas leximit. Ai nuk fliste më në telefon për çështje të ndjeshme. Ai thiri takime në orë të çuditshme, në vende të çuditshme, vetëm për të parë se kush do të vinte. Dhe kur dikush i thoshte se po e tepronte, ai përgjigjej, ti nuk e di se çfarë është të jesh i rrethuar nga njerëz që presin të shohin të vdekur. Por a ishte kjo paranoje justifikuar? Apo ishte thjesht shenja e një mendjen që po thyej në impresion? Përgjigjja është të dyja. Sepse në shkurt 20:43, një nga ndihmësit më të afërt të Mustafa Krujës, një njeri me emrin Xhafer Deva, u takua fshehurazi me oficer gjerman në Prizren. Ata diskutuan për mundësinë e një qeverie të re, një qeverie që do të ishte më e ashpër me komunistët, më lojale me Gjermaninë. Dhe kur Mustafa Kruja e mori vesh për këtë takim, ai nuk tha asgjë. Ai vetëm thiri Xhaferin në zyrë, e shikoi për 5 minuta pa folur dhe pastaj i tha, shko. Bëj atë që mendon se duhet të bësh. Por kur të vi dita e gjykimit, mos thuaj se nuk të paralajmërova. Xhafer Deva doli nga zyra pa kuptuar se çfarë kishte ndodhur. Por ajo që kishte ndodhur ishte kjo, Mustafa Kruja sapo e kishte lënë pushtetin të shkonte. Ai nuk luftoi për të. Ai nuk u përpoq ta mbante. Ai thjesht e la të rrëshiste nga duart e tij si rër. Pse? Sepse ai e dinte se çdo ditë që ai qëndronte në atë karrige, ai po bëhej më shumë bashkëfajtor. Çdo dekret që ai firmonte, çdo fjalim që ai mbante, çdo kompromis që ai bënte, e thellonte gropën ku ai do të varrohej nga historia. Dhe ai nuk donte të shkonte më thellë. Ai donte të ndalonte. Por si mund të ndalosh kur ke filluar të rrëshitesh në një pjerësi? Si mund të dalësh nga një rrugë kur çdo hap prapa të çon në të njëjtin vend ku çdo hap përpara? Kjo ishte Gratskja ku ai ishte kapur. Dhe e vetmja mënyrë për të dalë ishte të jepte dorëheqjen. Por edhe kjo nuk e shpëtoi. Sepse dëmi tashmë ishte bërë. Në 28 shkurt 20:43, 9 ditë pas dorëheqjes së Mustafa Krujës, një njeri erdhi në shtëpinë e tij në Tiranë në orën 3 pas mesnatës. Ai nuk trokiti. Ai përdori një çelës që e kishte marrë nga dikush brenda. Ai hyri në dhomën ku Mustafa flinte dhe e zgjoi duke e shkundur nga shpatulla. Mustafa u zgjua me një kërcim duke menduar se ishte arrestuar. Por kur pa se kush ishte, ai nuk tha asgjë. Ai vetëm u ul në skajin e shtratit dhe priti. Vizituesi ishte një oficer italian, një njeri me emrin kolonel Antonio Ferrara, që kishte qenë lidhja kryesore mes Mustafa Krujës dhe komandës italiane gjatë gjithë kohës së qeverisjes së tij. Dhe ajo që ai i tha atë natë ishte kjo, Mustafa, ti duhet të ikësh nga Shqipëria. Tani. Jo nesër. Jo javën tjetër. Tani. Mustafa e pyeti, pse? Dhe Ferrara ju përgjigj, sepse gjermanët po vinë. Dhe kur ata të vinë, ata do të arrestojnë. Jo sepse je armik i tyre. Por sepse ti di shumë. Ti di për marrëveshjet tona. Ti di për planet tona. Ti di për njerëzit që bashkëpunuan me ne. Dhe gjermanët nuk duan që këto sekrete të bien në duart e komunistëve kur ata të kapën. Kjo ishte e vërteta që Mustafa Kruja nuk e kishte kuptuar deri atë moment,
ai nuk ishte vetëm një kryeministër i dështuar. Ai ishte një dëshmitar i rrezikshëm. Ai dinte emrat e të gjithë atyre që kishin bashkëpunuar me Italinë. Ai dinte për tunelet sekrete në Tiranë që ishin ndërtuar për t'i lejuar udhëheqësve të arratisin në rast rreziku. Ai dinte për llogaritë bankare në Zvicër ku ishin transferuar paratë e ndihmës italiane. Ai dinte për listat e hebrejve që ishin shpëtuar dhe për listat e partizanëve që ishin vrarë. Ai dinte gjithçka. Dhe pikërisht për këtë, ai duhej të heshte. Ose të zhdukej. Ferrara i dha një pasaport false me emrin Marco Bellini, një tregtar italian. Ai i dha adresën e një shtëpie në Durrës ku ai mund të fshihej derisa të gjente një anije për në Itali. Dhe ai i tha, kur të shkosh, mos u kthe kurrë. Sepse nëse kthehet, ti do të vdesësh. Jo nga ne, por nga ata që do të vinë pas nesh. Mustafa e pyeti, dhe familja ime? Ferrara nuk ju përgjigj. Ai vetëm e shikoi dhe në atë heshtje, Mustafa kuptoi se familja e tij do të paguante për zgjedhjet e tij. Dhe kjo ishte çmimi i fundit që ai duhej të paguante. Në 3 mars 1943, Mustafa Merlika Kruja u ngjit në një anije tregtare në portin e Durrësit dhe u largua nga Shqipëria për herë të fundit. Ai nuk mori asgjë me vete përveç një çante të vogël me rroba dhe një zarf me letra personale. Brenda atij zarfi ishte kopja e vjetër e aktit të pavarësisë që ai e kishte mbajtur në sirtarin e tij për 30 vjet. Ai e shikoi atë kopje për herë të fundit para se anija të largohej dhe pastaj e grisi në copa të vogla dhe i hodhi në det. Kur një detar e pyeti pse e bëri këtë, ai tha, sepse ajo firmë nuk më përket më. Ajo i përket një njeriu që vdiq shumë kohë më parë. Por kush ishte ai njeri që vdiq? A ishte djali 25 vjeçar që besonte se po shpëtonte Shqipërinë? Apo ishte plaku 56 vjeçar që kuptoi se e kishte shkatëruar atë? Apo ishin të dy të njëjtit njeri, vetëm në momente të ndryshme të një rruge që nuk kishte kthim? Kjo është pyetja që Mustafa Kruja e bëri vetes çdo ditë deri në ditën që vdiq. Dhe kjo është pyetja që ne duhet ta bëjmë edhe sot. Sepse historia e tij nuk është vetëm historia e një tradhtari. Është historia e një njeriu që besoi se mund të kontrollonte të keqen. Dhe që zbuloi shumë vonë se e keqja nuk kontrollohet. Ajo thjesht të gëlltit. Por ka një detaj të fundit që duhet të dim. Një detaj që ndryshon gjithçka. Sepse pas luftës, kur komunistët filluan të gjykonin kolaboracionistët, ata gjetën diçka në arkivat e qeverisë së Mustafa Krujës që nuk e pritnin, një listë të plotë të gjithë atyre që kishin bashkëpunuar me italianët, të shkruar me dorën e tij me shënime të detajuara për çdo person. Kjo listë nuk ishte për italianët. Ishte për të ardhmen. Ishte për ditën kur dikush do të pyeste, kush ishin bashkëpunëtorët e vërtetë. Dhe Mustafa Kruja, duke ditur se ai do të akuzohej, kishte vendosur të linte prova për të gjithë të tjerët. Ai nuk u përpoq të shpëtonte veten. Ai u përpoq të sigurohej se historia do të dinte të vërtetën. Por a e dinte historia? Jo. Sepse ajo listë u dogj nga vetë komunistët. Sepse në atë listë ishin emra që edhe ata nuk donin t'i shihnin të zbuluara. Dhe kështu, e vërteta u varros së bashku me njeriu që e shkroi atë. Kush fitoi nga vdekja e Mustafa Krujës? Kush mori pushtetin pas tij? Kush u pasurua nga rënojat e Shqipërisë që ai la pas? Këto janë pyetjet që askush nuk i bëri kurrë. Sepse ishte më e lehtë të akuzoje një njeri të vdekur se sa të hetoje ata që ishin ende gjallë. Ishte më e lehtë të thuash se Mustafa Kruja ishte tradhtari, se sa të pyesje, kush e shtyu atë të bëhej tradhtar? Kush fitoi nga tradhtia e tij? Dhe kush, në fund, ishte armiku i vërtet i Shqipërisë? Në 27 dhjetor 1958, në orën 4:20 të mëngjesit, një infermiere në spitalin e Niagara Falls hyri në dhomën 123 për të kontrolluar pacientët. Ajo gjeti një plak shtrirë në shtrat me sytë hapur duke parë tavanin. Ai nuk lëvizte. Pulsi kishte ndaluar 20 minuta më parë. Por ajo që e bëri infermieren të ndalonte ishte kjo, në dorën e djathtë të plakut, të shtrënguar aq fort sa gishtat ishin bërë të bardhë, ishte një letër e palosur. Ajo e hapi atë letër. Ishte shkruar me shkrim dore të dridhur, me gabime drejtshkrimore, me fjalë të kryqëzuara. Dhe në krye të saj, me shkronja të mëdha, lexoi: "Për djalin tim që nuk do të lexoj kur këtë."
Letra nuk arriti kur në Shqipëri. Ajo u arkivua në dosjen personale të pacientit dhe u harrua për 50 vjet. Por në 1998, kur arkivat e spitalit u digitalizuan, një historian shqiptar e gjeti atë letër. Dhe ajo që lexoi brenda ishte rrëfimi i fundit i një njeriu që kishte mbajtur heshtjen për 15 vjet. Një rrëfim që tregonte se çfarë kishte ndodhur në ditët e fundit të Shqipërisë së tij. Një rrëfim që zbulonte një sekret që ndryshon gjithçka që menduam se dinim për këtë njeri. Në atë letër, Mustafa Kruja shkruante: "Djali im, kur ti të lexosh këtë, unë do të jem i vdekur. Dhe ti do të jesh ende në atë vend të mallkuar ku unë të lash. Unë nuk kërkoj falje. Sepse falja nuk do të kthejë lirinë. Por dua që ti të dish të vërtetën. Jo atë që të mësuan në shkollë. Jo atë që thon librat e historisë. Por atë që ndodhi vërtet në ato ditë të fundit." Dhe pastaj ai fillonte të tregonte. Ai tregonte për takimin që pati në janar 2043 me një njeri që ai e quante vetëm Generali. Ai tregonte se si ai general i kishte dhënë një ultimatum: ose ti firmos dekretin për ekzekutimet masive, ose ne do të sjellim dikë tjetër që do ta firmos. Dhe Mustafa kishte refuzuar. Por ajo që ai nuk kishte thënë kur publikisht ishte kjo, se ai kishte refuzuar jo sepse ishte human, por sepse ai e dinte se nëse do ta firmonte atë dekret, ai do të bëhej përgjegjës për gjakun që do të derdhej. Dhe ai nuk donte që emri i tij të lidhej me atë gjakderdhje. Jo sepse e donte popullin, por sepse e donte emrin e tij. Kjo është e vërteta që ai nuk guxoi ta thoshte kur, se ai nuk ishte hero. Ai ishte thjesht një njeri që kishte frikë nga gjykimi i historisë. Dhe kjo frikë e bëri të vepronte si hero, edhe pse motivet e tij nuk ishin heroike. A e bën kjo atë më pak të vlefshëm? Apo e bën më njerëzor? Kjo është pyetja që letra e tij na lë. Sepse në fund, çfarë rëndësie ka pse dikush bën të drejtën, nëse rezultati është i njëjtë? Por historia nuk mbaron me atë letër. Sepse ka një dokument tjetër, një dokument që u zbulua vetëm në vitin 2017, kur arkivat e shërbimit sekret italian u klasifikuan pjesërisht. Ky dokument është një raport i shkruar nga kolonel Antonio Ferrara në mars 2043, pak ditë pasi Mustafa Kruja iku nga Shqipëria. Në atë raport, Ferrara shkruante: subjekti K. Kruja u largua nga territori pa incidente. Por para se të largohej, ai më dorëzoi një zarf të vulosur dhe më kërkoi ta dërgoja në Rom vetëm pas kapitullimit të Italisë. Unë e pyeta se çfarë kishte brenda. Ai nuk më tha. Ai vetëm tha: "Kjo është sigurimi im. Nëse diçka më ndodh mua, kjo do t'u tregoj të gjithëve se kush ishin tradhtarët e vërtetë." Ai zarf nuk arriti kur në Rom. Ferrara e mbajti atë me vete deri në vitin 1965, kur ai vdiq nga një sulm në zemër. Dhe kur familja e tij e hapi atë zarf, ata gjetën brenda një listë me 112 emra. Emra të shqiptarëve që kishin bashkëpunuar me italianët. Por jo vetëm kaq. Kishte edhe emra të italianëve që kishin marrë rysh fete. Emra të gjermanëve që kishin negociuar fshehurazi me qeverinë shqiptare. Dhe emrat të njerëzve që më vonë u bën lider të regjimit komunist, por që në të vërtetë kishin qenë informator të italianëve gjatë luftës. Kjo listë nuk u publikua kurrë. Familja e Ferrarës e dorëzoi në shërbimin sekret italian dhe ai e arkivoi si material i ndjeshëm. Por një kopje u rrjedh në duart e një gazetari italian në vitet 90 dhe ai e publikoi pjesërisht në një libër që u ndalua menjëherë në Shqipëri. Pse? Sepse në atë listë ishin emra që ende jetonin. Emra të njerëzve që kishin ndërtuar karriera të shkëlqyera pas luftës. Emra që, nëse do të zbuloheshin, do të rrëzonin narrativën zyrtare të historisë shqiptare. Dhe kështu, lista u fshehu përsëri. Dhe Mustafa Kruja, njeriu që e kishte shkruar atë listë, mbeti tradhtari i vetëm që historia kujtoi. Por kush ishin ata emra? Kush ishin njerëzit që fituan nga rënia e Mustafa Krujës? Një nga emrat ishte Enver Hoxha, njeriu që do të bëhej diktatori i Shqipërisë për 41 vjet. Sipas listës së Mustafa Krujës, Hoxha kishte pasur kontakte me shërbimin sekret italian në vitet 20-40, kur ai ishte mësues në Korçë. Këto kontakte nuk ishin bashkëpunim i plot, por ishin mjaft për ta bërë atë një person interesi për italianën. A e dinte Mustafa Kruja këtë kur ai ishte kryeministër? Po. A e përdori këtë informacion? Jo.
Pse? Sepse ai mendonte se Hoxha ishte një figurë e parëndësishme, një mësues i vogël që nuk do të kishte kurrë pushtet. Por ai gaboi. Dhe ky gabim i kushtoi gjithçka. Sepse kur Hoxha mori pushtetin në 1944, ai e dinte se Mustafa Kruja kishte atë listë. Ai e dinte se nëse Mustafa do të fliste, sekreti i tij do të zbulohej. Dhe kështu, ai bëri gjithçka që ishte e mundur për ta shndërruar Mustafa Krujën në simbol të tradhtisë. Ai e akuzoi për krime që ai nuk i kishte kryer. Ai e fajsoi për vdekje që ai nuk i kishte urdhëruar. Ai e bëri atë fytyrën e kolaboracionizmit në mënyrë që askush të mos pyeste, po ti, Enver? Çfarë bëre ti gjatë luftës? Me kë bashkëpunove ti? Dhe kjo strategji funksionoi. Sepse sot, 70 vjet më vonë, të gjithë e din emrin e Mustafa Krujës si tradhtar. Por askush nuk e di se çfarë fshehu Enver Hoxha. Në dhjetor 1944, kur partizanët komunistë hynë në shtëpinë e Mustafa Krujës në Tiranë për ta konfiskuar, ata gjetën diçka që nuk e pritnin. Në bodrumin e shtëpisë, në një pllak të liruar, ishte një ark metalike e mbyllur me dri. Brenda saj ishin dokumente, letra, fotografi. Por gjëja më e çuditshme ishte një ditar i shkruar me dorën e Mustafa Krujës, që mbulonte periudhën nga janari 1941 deri në shkurt 1943. Ky ditar nuk ishte një kronik politike. Ishte një rrëfim personal, plot me dyshime, frikëra, pendime. Dhe në faqen e fundit, të shkruar me shkronja të mëdha, lexoi kjo fjali: nëse dikush e lexon këtë pas vdekjes sime, le të di, unë nuk e tradhtova Shqipërinë. Unë e tradhtova veten. Sepse unë besova se mund ta shpëtoja atë duke u bërë pjesë e asaj që e shkatëronte. Dhe kjo ishte gabimi im i vetëm. Por ishte një gabim që më kushtoi gjithçka. Ky ditar nuk u publikua kurrë. Ai u dërgua në Tiranë, në zyrën e Enver Hoxhës, dhe askush nuk e pa më. Por një nga oficerët që e lexoi atë para se të dorëzohej, një njeri me emrin Kadri Hasbiu, ka lënë një dëshmi të rrallë për përmbajtjen e tij. Ai thot, ajo që më tronditi më shumë nuk ishin sekretet politike. Ishin faqet ku ai shkruante për familjen e tij. Ai shkruante se si çdo natë, para se të fliste, ai mendonte për vajzën e tij, për nipin e tij, për gruan e tij. Ai shkruante se si ai e dinte që ata do të paguanin për zgjedhjet e tij. Dhe ai shkruante se si kjo e bënte të mos fliste. Ai shkruante, unë jam gati të paguaj çdo çmim për atë që kam bërë. Por pse duhet të paguajnë ata? Çfarë faji kanë ata? Dhe kjo pyetje e mundonte më shumë se çdo gjë tjetër. Kjo është e vërteta që regjimi komunist nuk donte që populli ta dinte, se Mustafa Kruja nuk ishte një monster i ftohtë. Ai ishte një njeri që vuante. Ai ishte një njeri që e dinte se po bënte gabime, por që nuk dinte si t'i ndalonte. Ai ishte një njeri që e donte familjen e tij më shumë se pushtetin, por që zgjodhi pushtetin sepse mendonte se kështu do t'i shpëtonte familjen. Dhe në fund, ai humbi të dyja. Kjo është tragjedia e tij. Jo se ai ishte i keq, por se ai ishte i dobët. Dhe dobësia në kohë lufte është më e rrezikshme se ligësia. Por ka një pyetje që mbetet pa përgjigje, a mund të kishte vepruar ndryshe? A mund të kishte refuzuar të bëhej kryeministër dhe të kishte qëndruar në ekzil? Po. Por atëherë, çfarë do të kishte ndodhur? Italianët do të kishin gjetur dikë tjetër. Dikush më të keq. Dikush që nuk do të kishte shpëtuar hebrejnë. Dikush që nuk do të kishte refuzuar dekretin për ekzekutimet masive. Dhe ndoshta, thjesht ndoshta, gjërat do të kishin qenë edhe më keq. Kjo është pyetja që Mustafa Kruja e bëri vetes çdo ditë deri në ditën që vdiq. Dhe kjo është pyetja që ne duhet ta bëjmë edhe sot. Sepse historia nuk është e bardhë dhe e zezë. Ajo është gri. Dhe ndonjëherë, zgjedhja midis së keqes dhe së keqes më të vogël është e vetmja zgjedhje që kemi. Por kjo nuk e bën atë më të lehtë. Ajo vetëm e bën më tragjike. Në mars 1959, 3 muaj pas vdekjes së Mustafa Merlika Krujës, një njeri erdhi në varrezat e Niagara Falls ku ai ishte varrosur. Ai nuk ishte shqiptar. Ai ishte një ish oficer italian, një njeri i moshuar me mjekër të bardhë dhe sy të lodhur. Ai qëndroi para varrit për 20 minuta pa folur. Pastaj ai nxori nga xhepi një zarf të verdhur dhe e vendosi mbi gurin e varrit.
Brenda atij zarfi ishte një letër që Mustafa Kruja i kishte shkruar atij në vitin 2043, pak para se të jepte dorëheqjen. Në atë letër, Mustafa shkruante: Antonio, nëse unë vdes para se të takohem me ty përsëri, dua që ti të dish se unë nuk të fajsoj ty për asgjë. Ti ishe vetëm një ushtar që ndiqte urdhrat. Por unë isha një lider që zgjodhi të ndiqte urdhrat që nuk duhej ti ndiqte. Dhe kjo është ndryshimi mes nesh. Ti do të jetosh me ndërgjegje të pastër. Unë do të vdes me ndërgjegje të shkatëruar. Por të paktën, unë do të vdes duke ditur se unë bëra atë që mendova se ishte e duhur. Edhe nëse historia do të thotë se unë gabova. Ajo letër nuk u publikua kurrë. Ajo mbeti në duart e familjes së Ferrares deri në vitin 2005, kur ata e dorëzuan në arkivat e shtetit italian. Dhe kur historianët e lexuan atë, ata kuptuan se Mustafa Kruja nuk kishte vdekur duke besuar se ishte hero. Ai kishte vdekur duke ditur se ishte një njeri i thyrë që kishte bërë zgjedhje të tmerrshme në një kohë të tmerrshme. Dhe kjo vetdije e kishte ndjekur deri në frymën e fundit. Sot, në Shqipëri, emri i Mustafa Merlika Krujës është ende një tabu. Nuk ka statuja për të. Nuk ka rrugë me emrin e tij. Nuk ka përmendore. Ka vetëm heshtje. Dhe kjo heshtje është ndoshta dëshmia më e fortë se sa shumë ne kemi frikë nga e vërteta. Sepse e vërteta për Mustafa Krujen nuk është se ai ishte tradhtar. E vërteta është se ai ishte një njeri që u përpoq të luajë një lojë që ishte më e madhe se ai. Dhe ai humbi. Por humbja e tij nuk ishte vetëm e tij. Ishte e gjithë Shqipërisë. Sepse kur ne e shndërruam atë në simbol të tradhtisë, ne harruam të pyesnim: kush ishin tradhtarët e vërtetë? Kush fitoi nga rënia e tij? Dhe kush, në fund, e shkatërroi Shqipërinë? Familja e Mustafa Krujës pagoi çmimin më të lartë. Vajza e tij, Sabiha, kaloi 20 vjet në kampe internimi. Ajo vdiq në 1978 pa parë kurrë më babain e saj. Nipi i tij, Eugen Merlika, u lirua nga kampi vetëm në 1991, kur regjimi komunist ra. Ai ishte 60 vjeç. Ai kishte kaluar gjithë jetën e tij të rritur si rob. Dhe kur gazetarët e pyetën se çfarë mendonte për gjyshin e tij, ai tha: unë nuk e njoh atë. Unë njoh vetëm vuajtjen që emri i tij më solli. Por nëse dikush më pyet nëse e fajsoj atë, unë do të them: jo. Sepse ai pagoi për zgjedhjet e tij. Dhe ne paguam për zgjedhjet e atyre që erdhën pas tij. Dhe kjo është e vërteta që askush nuk do ta pranojë. Kjo është pyetja që mbetet: a ishte Mustafa Merlika Kruja një tradhtar që shiti vendin, apo një patriot tragjik që bëri një pakt me djallin për të shpëtuar kombin? Historia zyrtare thotë të parën. Por dokumentet që po zbulohen sot tregojnë diçka më komplekse. Ato tregojnë një njeri që besonte se po bënte të drejtën, edhe kur po bënte të gabuar. Një njeri që shpëtoi 500 hebrenj, por që nuk mundi të shpëtonte popullin e tij. Një njeri që firmosi aktin e pavarësisë në 1912 dhe që firmosi dekretet e pushtimit në 2041. Një njeri që jetoi 2 jetë në një trup. Dhe që vdiq pa ditur se cila prej tyre ishte e vërteta. Por pyetja më e madhe nuk është për të. Pyetja më e madhe është për ne. Sepse nëse ne vazhdojmë të besojmë se historia është e thjeshtë, se ka vetëm heronj dhe tradhtar, se ka vetëm të mirë dhe të keq, atëherë ne nuk do të mësojmë kurrë nga e kaluara. Ne do të përsërisim të njëjtat gabime. Ne do të besojmë të njëjtat gënjeshtra. Dhe ne do të paguajmë të njëjtin çmim. Kush ishte Mustafa Merlika Kruja? Ishte një firmëtar i lirisë që u bë kryeministër i robërimit. Por a ishte ai i vetmi? Apo ka të tjerë, edhe sot, që po bëjnë të njëjtat zgjedhje? Që po besojnë se po shpëtojnë kombin, ndërsa në të vërtetë po e shesin atë? Që po firmosojnë dekretet e pushtetit duke menduar se po mbrojnë popullin, ndërsa në të vërtetë po e tradhtojnë atë? Kjo është pyetja që Mustafa Kruja na la. Jo si përgjigje, por si paralajmërim. Sepse historia nuk përsëritet, por njerëzit përsëritin gabimet e historisë. Dhe nëse ne nuk mësojmë nga historia e tij, ne jemi të dënuar ta jetojmë atë përsëri. Kush do të jetë Mustafa Kruja i radhës? Dhe kur ai të vi, a do ta njohim? Apo do të besojmë përsëri se ai po na shpëton, derisa të jetë shumë vonë?